Muftiu i Shkodrës Imam Muhamet Sytari gjatë ligjëratës së xumas në xhaminë e Parrucës dënoi projektet që ngrihen mbi pronat e grabitura, veçanërisht ato vakëf të muslimanëve, duke theksuar se çdo projekt mbi pronë të grabitur ka mallkimet e Zotit. Muftiu kërkoi ndërhyrje urgjente nga shteti dhe institucionet për ta ndaluar. Gjatë javëve të kaluara, u ndalme tek fesadi i madh që bëhet prej dekadash në vendin tonë, me shkeljen e të drejtave të komuniteteve fetare, në rastin tonë, komunitetit tonë, me çështjen e pronave. Edhe ndoshta dikush me të drejtë mund të thojë po pse nuk zgjidhen këto probleme. Po pra se ne po flasim për fesadin, edhe përderisa institucioni jon në Tiranë ngrej padi edhe kundër drejtuesve të lartë të institucioneve të caktuara për çështjen e pronave gjatë tyre 30 viteve, ama tepër, do të thotë se ne po përballemi me një fesad sistematik. Dhe kur njeriu përballet me një fesad sistematik, do të thotë se është duke luftuar me një sëmundje që akoma nuk dihet a është e shërueshme a e pashërueshme. Dhe për pasojë shohim këtë gangren të këtij fesadi të madh në shoqërinë shqiptare. E në këtë kontekst, unë ju thash javën e kalume, e parasaj, për fesadin e madh të grabitjes së pronës sonë legjitime tek xhamia e madhe. Kjo me të kuqe, ku po ndërtohet edhe është prezantuar një projekt atje, që çuditërisht edhe pa turpsisht, pash që dikun ishte prezantuar edhe pa praninë e xhamisë e Bubekër, pra kishin fshirë edhe xhamin nga horizonti. Shteti duhet ndërhyjë në mënyrë urgjente, sepse kjo po çon njerëzit drejt konflikteve. Edhe ata që vrapojnë për të ble, ju them kujdes se mallkimi i Zotit ju kap të gjithë dhe pa përjashtim. Vakëfi i Rusit, shikoni me të kuqe. Krejt ajo është vakf i muslimanëve, përfshin edhe atë godinën ku ka disa familjar. Vakëfi i xhamisë së Kirasit. E kemi bërë një xhami të madhe, qendrore, të mrekullueshme, por mos mendoni se e kemi mbyllur dosjen e vakfit. Grabitje flagrante, jo vetëm kjo, ka edhe njollat e tjera të vakfeve në zonën e izoteknikës, ato varrezat e sutës e tjera. Vakfi i Perashit, te xhamia Perashit, ato dy njollat me të kuqe, janë tokë vakëf të grabituna pa drejtësisht. Xhamia e Tabakut, 1000 herë kam përshtypjen se kemi komunikuar vetëm me këtë bashkinë aktuale, s'po përmendni të tjerë përpara kësaj periudhe.